Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Pastron të rësisht të zorrët dhe largon toksinat, ja receta që do ju shpëtoj nga kapslloku. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pastrimi i zorrës së trash u bë i famshëm gjatë viteve 1920 dhe 1930. Ajo është kryer e bazuar në teorinë e vethelmimit të organizmit. Mishi i patrazuar dhe ushqime të tjera mund të shkaktojnë grumbullimin e toksinave dhe të helmeve në trup. Këto toksina mund të shkaktojnë lodhje, dhimbje koke, shtim në peshë dhe energji të ulët. Kur vendosni të konsumoni perime dhe fruta, është thelbësore që të zgjidhni ato të cilat janë të larta në fibra dhe të pasura në lëndë ushqyese. Mollët janë të larta në fibra, të tretshme dhe ju ndihmojnë për të ndjerë të ngopur për më gjatë. Ato gjithashtu përbëhen nga fibra të cilat eliminojnë kapslokun. Farat e liri do t'ju ndihmojnë të zvogëloni rrezikun e sëmundjes së zorrës së trash, si edhe të mbroni zemrën nga sëmundjet kardiovaskulare. Përveç kësaj, farat e lirit janë të pasura me acide yndyrore omega 3. Ja receta e mrekullueshme që do t'ju mundësoj pastrimin efektiv të zorrës së trash nga toksinat. Përbërësit që juve do t'ju duhen janë: një mollë, një lugë mjaltë për ëmbëlsi, një lugë çaj fara chia, një lugë çaj fara liri dhe një filxhan ujë. Metoda e përgatitjes: së pari përzieni që të gjithë përbërësit së bashku, përveç farave chia. Pastaj vendoseni përzierje në një gotë dhe hidhni farat. Përzieni dhe pijeni. Kur hani ushqime të cilat janë të pasura me fibra të tilla si për shembull molla, është e rëndësishme që ju të pini sa më shumë ujë. Pak vëmendje. Nëse ndonjë nga përbërësit ju shkakton reaksion, konsultohuni me patjetër me mjekun tuaj. Gjithashtu, ne këtu do t'ju tregojmë një recetë fantastike e cila do të largojë të gjitha toksinat e akumuluara në zorë dhe do të lehtësoj procesin e tretjes. Për një gotë me ujë të ngrohtë, juve do t'ju duhen 2 lugë uthull molle dhe 2 lugë mjaltë. Këtë përzierje ju mund ta përdorni në çdo moment të ditës kur ndjeni nevojën për pastrimin e trupit tuaj. Këtë përzierje ju mund ta përdorni në çdo moment dhe kështu nuk do të pësoni as kriza të forta të zorrëve që do t'ju bëjnë të shkoni gjatë kohës në tualet. Përfitimet. Sipas ulëmtimeve është treguar gjithashtu se përfitimet e dobishme që vijnë nga përdorimi i uthullës së mollës janë me të vërtetë të larta. Ajo është antioksidante, parandalon diabetin, antimikrobike dhe gjithashtu parandalon edhe sëmundjet e këqija dhe gjithashtu ndihmon edhe në uljen e obezitetit, neutralizon hipertensionin dhe po ashtu ul nivelin e kolesterolit. Në mënyrë specifike në lidhje me sëmundjen e zorrës së trash, ulëmtuesit citojnë një studim japonez që zbuloi se uthulla reduktoi problemet të cilat ndodhin në zorrën e trash si edhe problemet më të rënda shëndetësore. Ndërkohë, këtu ne do t'ju tregojmë disa receta të tjera të mjekësisë alternative, të cilat do t'ju vinë në ndihmë dhe ju mund t'i përdorni në shtëpi për një mënyrë më të shpejtë dhe mjaft efektive. Le të flasim për perimet jeshile: zarzavatet pa gjethe, spinaqi, kale, lakra e Brukselit, asparagu, zarzavatet, lekset, bizelet janë të gjitha të pasura me klorofil i cili ndihmon në pastrimin e traktit të zorrëve dhe si rezultat qetëson zorrën e trash. Ato gjithashtu ndihmojnë në detoksifikimin e mëlçisë dhe mbrojtjen e trupit nga toksinat në mjedis. Mund t'i zgjejmë perimet, t'i shtojmë në supa ose t'i skuqim me pak salcë, me pak gjalp ose vaj ulliri. Xhenxhefil. Xhenxhefili ka veti antiseptike dhe është e dobishme pasi stimulon tretjen. Mund të shtohet në çdo lëng ose mund të hahet direkt.
Shtoni një lugë çaj, lëng xhenxhefili dhe mjalti dhe përzijeni në një filxhan me ujë të ngrohtë. Kjo përzierje mund të konsumohet 2 herë në ditë. Ju gjithashtu mund të bëni një smoothie. Ju duhet një lugë xhenxhefil, një mollë e prerë, një filxhan spinaq dhe një karrotë e prerë. Përzijeni të gjithë këta përbërës me një gotë ujë dhe smoothie juaj është gati. Pijeni atë një herë në ditë për të siguruar funksionimin e duhur të traktit të zorrëve. Lëngjet e bëra duke përdorur mollë dhe limon. Mollë dhe limonët gjithashtu janë të pasur me lëndë ushqyese të cilët përmirësojnë veprimin e tretjes siç janë vitaminat C dhe A, antioksidantë dhe fibra. Ju mund të bëni lëngje të shijshme nga këto fruta. Merrni gjysmë filxhani lëng molle, shtoni 2 lugë lëng limoni dhe 1 lugë çaj lëng xhenxhefili. Përzini në gjysmë filxhani ujë të ngrohtë. Ju mund ta pini këtë përzierje një herë në ditë për të ndihmuar në detoksifikimin e zorrës së trashë dhe për të inkurajuar njëkohësisht edhe tretjen e duhur. Uthull molle. Uthulla e mollës ndihmon gjithashtu në largimin e mbeturinave nga trupi ynë duke ruajtur bakteret e dobishme. Ajo mund të merret së bashku me mjaltin për të pastruar zorrën e trashë dhe për të rikthyer sistemin e tretjes. Përzini uthull molle të papërpunuar dhe mjalt në sasi të barabarta në masën 2 lugë. Përzini në një gotë ujë dhe pijeni atë një herë në ditë. Ai jo vetëm që do të largojë toksinat, por ka edhe shumë përfitime të tjera siç është parandalimi i diabetit dhe ulja e kolesterolit të keq. Ushqimet e pasura me fibra. Fibra është e shkëlqyeshme për mbajtjen e shëndetshme të zorrëve dhe pastrimin e zorrës së trashë duke eliminuar jashtë trupit tonë. Ju mund të përfshini kokra të tilla si fasule, thjerza, quinoa, bollgur ose perime si bizele, filizat e brukselit, të cilët janë të pasura me fibra. Mjedrat, mango, fiku dhe arrori gjithashtu do të ndihmojnë në ushqimin e zorrës së trashë. Krip deti dhe uji. Uji luan po ashtu një rol të rëndësishëm në detoksifikimin e trupit tonë. Kur zorra e hollë është dehidratuar, është e lehtë që toksinat të rrinë brenda dhe të formojnë një grumbullim. Ju duhet të konsumoni të paktën 2 deri në 2.5 litra ujë çdo ditë për të siguruar një funksionim sa më optimal të zorrës së trashë. Shtoni një lugë çaj krip deti deri në një gjysmë litër ujë dhe pijeni atë para mëngjesit, para se të hani ndonjë gjë tjetër. Pirja e kësaj përzierje do të inkurajojë lëvizjen e zorrëve dhe njëkohësisht do të përmirësojë shëndetin e tretjes. Farëra chia dhe liri. Të dy këto fara janë ushqime të pasura me shumë fibra. Ato gjithashtu përmbajnë acide yndyrore omega 3 që zvogëlojnë inflamacionin në zorrën e trashë dhe largojnë toksinat e ndërtuara. Mund të shtoni një lugë çaj farash në ujë dhe të pini përzierjen, të bëni një puding ose t'i spërkatni mbi sallata. Hidhni një lugë gjelle fara chia në një gotë me ujë për 5 deri në 10 minuta në mënyrë që fibra të mund të kryejë funksionin e saj optimal duke thithur ujin. Konsumojeni këtë përzierje të paktën 4 herë në ditë për rreth 4 javë për të pastruar traktin tuaj të zorrës së trashë dhe të largoni toksinat si edhe të përmirësoni tretjen. Mirëpo, duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos të zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj.
Faleminderit. Nëse ndonjë prej këtyre përbërësve ju shkakton alergji, e mira është që të mos i përdorni këto receta të mjekësisë alternative.